lutem afroni këtu. Jemi brenda kantierit me ta shikojmë të gjithë se çfarë po ndodh. Prandaj ju lutem afroni të gjithë këtu. Duhet akoma rrugës. Hajde Sazan. Po jemi mirë. Hajde more. Ja jemi mirë. Po vi kur di momenti e ka e çik fshat hajde. Patët mos si afroni dhe pak. Të dashur bashk protestues, jemi mbledhur këtu siç kemi bërë shumë herë më parë, për të mbrojtur atë që është e jona, lumin ton të shtrenjtë, Shushicën. Ky lum nuk është thjesht një rrjedhje uji, është jeta, është historia, është trashëgimia jone e përbashkët. Nga ky lum kanë pirë ujë brezat tanë. Nga ky lum është ujitur toka jonë. Nga ky lum varet ekzistenca e 37 fshatrave. Por edhe pse kemi ngritur zërin, pa pushim, edhe pse kemi përdorur çdo rrugë ligjore, rreziku për lumin ton vazhdon. Pushteti dëshiron ta devijojë rrjedhën e tij për interesat të caktuara, duke harruar pasojat që ky veprim do të ketë për mira banor që jetojnë në lumin e Vlorës. Dhe për ironi, ndërsa ky projekt mbështetet nga qeveria gjermane, Ministri e Turizmit gjerman ka deklaruar hapur se ky është një gabim dhe se duhet gjetur një zgjidhje tjetër. Atëherë me të drejtë mendojmë, por dhe pyesim. Si mund ta justifikojnë këtë vendim autoritetet tona, kur edhe vetë mbështetësit e projektit po kërkojnë alternativa të tjera për të zgjidhur? Ne nuk jemi kundër zhvillimit, por zhvillimi nuk mund të vijë duke shkatëruar natyrën dhe duke tharë burimet tona jetësore. Ne nuk mund të lejojmë që në emër të investimeve të na vidhet ujë, të na shkatërrohet toka dhe të na detyrojnë të largohemi nga trojet tona. Ne jemi këtu sot për të thënë mjaft, mjaft, mjaft. Nuk do të lejojmë që të vendoset për ne pa ne. Nuk do të lejojmë që të sakrifikohet lumi ynë për interesat të cilat neve nuk na shërbejnë. Sot, me unitetin ton, me vendosmërin ton, ne i tregojmë qeverisë dhe investitorëve të huaj se ky lum nuk është i tyre për të shitur dhe për të devijuar. Ky lum është i joni dhe ne do ta mbrojmë deri në fund. Bashkohuni me ne, bëuni zërin tuaj që të dëgjohet, sepse një popull që mbron ujin, mbron dhe jetën e tij. Roft Shushica, roft natyra jone prekshme e paprekshme.
Rëf bashkimi ynë! Rëf populli mund të shërë! Përshëndetje, nuk jam banor i lumit të Vlorës, jam banor i Vlorës. U bën gati 2 vjet, po që ne protestojmë për mos devime e lumit Shushisës drejt pronave të Zamir Manes edhe qeveritarëve të tjerë. Ky lum, man gjallë, 37 fshatra, 50.000 banor, 20.000 hektar tokë në ujë, mira kokë bakti, e të tjera, e të tjera. Do të thotë, në qoftë se ky lum devijohet, ne do na lind një sultan i ri në Shqipëri, dhe të gjithë ju që jeni këtu do veni për në syqën, do ikni asyt këmbët, me pije, me lop, me dhi që keni, ose do të ktheheni në kamarierë të Zamir Manes. Tani, ne kemi hedhur në gjyq këta vagabond, këta të poshtër, këta njerëz të zinj që nuk e duan Shqipërinë. Dhe në bazë të ligjit të shtetit shqiptar, nuk do të vazhdojnë punimet se janë në proces gjyqësor. Ne kemi zhvilluar një seancë në Lushe, mos gabojmë, dhe ata e shtyn gjyqin. Tani në bazë të ligjeve të shtetit shqiptar, punimet nuk duhet të vazhdojnë. Dhe këta horra në këto ligje që i kanë aprovuar vetë të Parlamentit shqiptar, vazhdojnë punimet, sikur mos të këndodhur asgjë. Çfarë mendoj unë? Nuk është më koha për protesta paqësore. Koha është për veprim. Ato tupo atje nuk duhet të shkojnë të shtrohen. Ato të tjera që janë shtruar duhet të ikin që janë dhe. Nëse arrim kësaj, ne kemi bërë një punë. Në mos po, sa po të ikim ne, ato që janë ato makineri do vazhdojnë të gërmojnë. Unë i ftoj të kalojmë në protesta veprimi. Gjithë të mirat. Të dashur pjesëmarrës, në cilësinë e antarit të Komitetit për Mbrojtjen e Shushisës, dua të them dhe unë 2 fjalë. I kemi bërë të gjitha demarshet paqësore, kemi takuar të gjitha institucionet, unë kemi ndurë ndihmën të gjithëve. Dhe mua ma bit vetëm një gjë. Ku janë ata deputet të popullit që duhet ishin këtu? Që me 10 herë kam kërkuar shpjegime në internet. A janë të popullit? Ata duhet jenë këtu, midis popullit, siç është dikush tjetër këtu, të na mbështes ne, sepse uji nuk ka ngjyrë, sepse uji është i gjithë popullit. Pse nuk vinë këtu? Pse s'kan guxim? Po punojnë natën si mi, më sheu. Pa u përballur, të vinot na bindin ne këtu, pa përballur, si që kemi kërkuar. Ju faleminderit. Bashkëbanor të lumit të Vlorës. Jemi mbledhur këtu për t'i thënë jo këtij projekti gllabërus, i cili po na devijon një lum që kur është krijuar bota, që kur është krijuar natyra e ka patë rrjedhën këtu dhe ka qenë në shërbim të 37 fshatrave. Ndërsa sot na kanë dalë ca njerëz pa fe, pa dile iman dhe po na e vjedhin këtë lum. Dhe më e forta, o bashk jetues të kësaj lugine. Nuk e vjedhin për popullin e Himarës, se nuk ka nevojë Himara për këtu ujë. E vjedhin për oligarkët e tyre. Edhe vjedhin, dini pse vjedhin ore? Ta dini të gjithën. Këtu në këtë lum ishin ja 5-6 projekte për hidrocentrale dhe lumi do ngele në vend. Nërsa këta duan na bëjnë një hidrocentral, në vëmlohet as bresën e Himarë me hidrocentral. Prandaj unë nuk bëj thirrje. Unë desha të di, nuk e di, ka nga Armeni këtu apo s'ka, vlezë? Po ka nga Armeni, kam një pyetje. Sa fush shavatiten me këtë ujin e këtij lumi në Armen? Sa mira hektar fusha ka Armeni? Që djali i tyre, ngeli ditë e natë në kuq, duke bërë propagandë që të merret uji i lumit të vejnë në Himar.
Me shikoni që nuk ka shumë ku qotë sot tu. Se ngeli deputeti i zonës, djali Armenit, ditë e natë pista. Duke cave u bën presion, cave u fërkon kokën, cave u bën ashtu, cave u bën shumë. Prandaj, unë i bëj thirrje popullit të Armenit të veçantë të dalë të mbroj për të vadit, se ne ku qotë jonë që ne blejmë në Armen, dhe nuk do ketë më jonë që Armeni. Kam edhe i thirrje tjetër, se nuk duhet asgjë se u lodhëm. Ka vajtur tek pika e fundit halli i protestës. Unë mendoj e kam propozuar edhe herë tjetër. Do vendosëm një çadër atje në dalje të deri ku ka vajtunimet, të bëjmë shërbim me radhë dhe ata që t'jenë atje ja vdekë ja liri. Le të ketë viktima, e viktime e parë le t'jem unë. Vetëm ta mbrojmë lumin. Në qoftë jemi patriot. Ku janë pseudo patriotët që na thua dhe na stitin mani? Vajtë kaj vite në kuqe lumi Florës. Ku janë? Ku janë pseudo-patriotët? Pse janë fshehur? Pseudo-patriot me petkull e Tiranës? Po si kur? Tu bëjë pjeti ore burra. E ka i njërës që një këtu. Po si kur ki investim të bëhe në një qeverisje tjetër? A do lëvis të lumi i Vlorës? Po tani pse s'lëvis? Lumi nuk ka, uji nuk ka në gjirë vlezër, s'është asë. është vetëm gjë, është baza jeta, trupi im, juaj. Ka 7 vjetër që në ujë. Dhe këtë ujë të trupit tonë, do të e marra i të ashmirë oligarkë. Ta mbroj me gjë kusht, me gjak. Faleminderit. Zoti Zanaj. Më falë. Vëllezër e motra, të krahinës Lapëris, jam nga Vranishti i Vlorës. Sot kam ardhur se në lumin e Shushicës jam rritur dhe vetë. Aty, për uj nuk durojmë, për buk durojmë. Rinë vuno, rinë një kasole me lamarina, uj nuk më jep njëri. Kam 26 vjetë rrugave. Dhe sot, Zamir Mania vjene vjetë ujnë këtu. Kush është Zamir Mania për Shqipëri? Kush është shokët e Zamir Manës? Janë shokët e Edi Ramës. Prandaj vëllezër e motra, ngrihi më këmbë. Mbroni lumin tuaj. Na tuj jemi rritë, na tuj kemi vadit, na tuj kemi la robat e fëmis, na tuj kemi punuar që në 4 të mëngjezit, kemi korrur grunin, kemi prashit misrin, me atuj e kemi vadit. Ku ini Vranishjot? Ku e kini kanalin e Horës? Që kalon të nga Kamarati, në Vranisht edhe shkon të Tërbaq. Ku ini? Dilni qeshti, dilni, talli, me njërzin. Po një ditë do vi ora që do e kërkoni atë lumë. Respekte. Faleminderit. Zonja dhe zotërinj, faleminderit Komitetit Drejtues për vlerësimin që më dha fjalën. Si biokimist në qoftë se do të flisja. Unë do të flisja për çfarë pëson fauna dhe flora, por duke qenë këtu profesor Sazani, nuk më takon mua të flas për faunën dhe florën para profesor Sazanit. Por 2 fjalë do të them dhe unë. Në një takim në Vranisht, kur ishin zgjedhjet në Imar, unë kam thënë një fjalë kush ka qenë atje. Lumin do ta devijojnë, do ta marrin në qoftë se ky vend nuk ka zot. Në qoftë se ky vend e kam parasysh krajinën heroike të Lapërisë Lumit Vlorës, nuk e marri dot. Më shqetëson fakti që duke mësuar sot se fshatrat që përfitojnë janë 37, si kur nga 10 veta për çdo fshat të ishin të përkushtuar për të ruajtur lumin e Vlorës, këtu do ishin përveç të ardhurve të tjerë 370 veta, gjë që nuk ndodh. Kjo do thotë që në qoftë se na bën një të keqe nuk e duam aq shumë, veten sa duhet ta duam, ose jemi akoma te mentaliteti çfarë thot partia dhe le të bëhet çfarë doj me mua.
Unë kam ardhur sepse edhe unë duke qenë banor I zonës së Peshkëpis, natyrisht ashtu si shtat dikush për Armenin, kjo gjë vlen dhe për Peshkëpin. Sa bukur e thanë e Jonxhën e blejmë në Armen. Sa bukur kur thonë biri ynë. Ku është ai biri I popullit që ngeli në kuq, dhe s'është këtu që të dëgjoj hallet e gjithë krahinës. Por kjo është do të thotë. Kjo do të thotë që ky shtet, duke kam thënë unë, është shteti I oligarkëve. Dhe një oligark merr zvarr të gjithë ata të ashtu quajturit politikanë të së majtës që nuk duhen ngatëruar me socialistët, po janë rilindasit. Sepse socialistët dhe rilindasit në konceptin tim janë ndryshe. Socialistët të ndershëm ka sa të duhesh dhe me vlera, por rilindasit janë pjell e një fare e një sekti që nuk duhen të dinë as për popullin, as për gjë, vetëm duhen të dinë të zbatojnë dhe t'i thonë si urdhon Edi Ramës, I cili një ndër të këqijat që ka bërë ka marrë në përkëmbë socialistët e ndershëm. Po e ignoron ata, s'po I pyet ata dhe po dëmton fatkeqësisht të gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Jam banori ish komunës Shushit dhe përfaqësoj fshatrat dhe kooperativën e dikushme Qeprat Rizili Punavi. Një kooperativ që ka qenë model me tokat e saj pjellore dhe me rendimentet që ka arritur dikur. Dësa sot kemi një problem shumë të madh. E para njerë që edhe drejta zakonore thot që përpara se të merren vendime duhet të pyetet komuniteti I zonës. Komunitet ma merr mendja që nuk është marrë as edhe një herë dhe nuk kanë biseduar për të tilla probleme. Krahas këtij ujësjellësi që këta po marrin këtu tani, ujë mbledh si ti themi të lumit Shushit, të burimit të tyre, ata kërkojnë tani paralel me këtë po bëjnë dhe një fenomen të tillë që po bëhet precedent edhe në Tragjas. Po të njëjtën gjë, as komuniteti nuk e pyetën dhe as duan t'ia dinë fare, vetëm shikojnë për investitor strategjik. Mos gaboj, janë bërë ja 11 resorte të mëdha turistike, mata në Malit. I kanë bërë sapet keq mendoj unë, sepse I hodhën lekët, I hodhën miliardat dhe tani duan ujin, dhe ujin e duan për pishina, e duan për qefe, ndërsa populli këtu vuan për pikën e ujit në behar. Unë kam kaluar para një muaji dhe e pash te burimet e Kuqit që ishte sa që janë perimetri këtyre tubove. Imagjinojeni në pranver. Dhe veç duhet të dim dhe një diçka. Kriza më e madhe që mund të ndodhi në glob dhe globale që është problemi I ujit. Sidomos I ujit të pishëm, aq më tepër që zona e Grykës së lumit Vlorës është mbështetur mbi plegtori dhe mbi bujqësi. Atëre të nderuar do kemi probleme të mëdha madhore. Historikisht zakoni e ka patur që për një vi ujë edhe janë vrarë, mos gaboj. Janë vrarë fiset, janë vrarë vëllaj me vëlla dhe janë vrarë shumë, po këta nuk kanë dine iman. Këta për pjesën e tyre, pjesën e varfër e shtypin dhe nuk duan t'ia dinë fare. Duhet kemi dhe parimin tjetër tani. Këtu janë 37 fshatra që furnizojnë me këtë ujë. Ata fshatarët tami për shembull, nuk vijnë këtu se I shikojnë partia dhe këtu në këtë zonë kryeministri urdhë dhe bëri llogaritë në fshatin Kuq mos gaboj dhe I ndau atje 7 e ca vende. Dhe mirë bëri, po prap tani do kërkoj më shumë. Po votojeni prap se do ta shikoni se s'keni parë gjë akoma. Po nuk duam ta politizojmë këtë çështje. Po duam sepse ore shqiptarë ne duhet kuptojmë një gjë. Me politikat e tij na I zhduku fëmijët jashtë, na ka shpopulluar, ka nikur 1.100.000 veta për 10 vjet. Tani, po hoqi dhe ujin, do ikin të tjerët, sepse toka do ngelen tjerë, me çfarë do ushqehen. Kështu që duhet të reflektojmë të gjithë, duhet të themi që e keni gabim, le ta dëgjojnë populli këtu dhe të vlerësojnë. Nuk duhet me politikë, sepse nuk është vendi, po ky është halli I madh për të gjithë. I thërisni mendjes, bashkohuni, se kur bashkohemi për gjëra që janë jashtë politikës, e meritojnë që këtyre të tregohet vendi, sepse I dim andej oligarkët. Nga humorist, na doli investitor strategjik, nga ministre dhe buri ish deputet,
me resort. Këto ujra andej ven vetëm për pishina zotrinje dhe nuk ven për halle. Le të marrin të investojnë derdhet ujtë e Butrindit e kësa ati syrit të kaltër. Le të ambledhin Bistricën. Të investojnë dhe ka plot alternativa. Jo këtej, se ky ujë është për nevoja, jo për gjë tjetër. Faleminderit shumë. Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës. Vajtëm 2 vjetë që po kundërshtojmë me forcë të projektit që e kemi cilësuar që në kryet e erës grabit qarë, sepse është kundër interesave jo vetëm të Kuqit, por të gjithë lukinës së lumit të Vlorës. Gjithë këto kohë kemi pyetur veten edhe jemi menduar mirë, a kemi të drejtë. Mos vallë i bëjmë njeriu t'i hyjmë në haks, njeriu, qoftë edhe qeverisë shqiptare. Por jo, jemi të bindur që kemi të drejtë, jemi në të drejtën tonë. Ka 1001 arsye që ky ujë të mos devijohet nga burimi që i ka caktuar Zoti. Është vetëm një arsye për ta bërë këtë. Agopsia e atyre që duan ta shfrytëzojnë këtë ujë për interesat e tyre. Që në kryet herës kemi thënë që nuk duam ta politizojmë protestën tonë, sepse nuk duhet kështu. Mirë, jemi të detyruar ta themi një gjë. Jemi shumë të detyruar ta themi një gjë. Çdo popull, apo një popull që pritse mbyllur gjithçka që i hedhin, politikanë gënjeshtarë të tjere 35 viteve, pa dallim të gjitha ngjyrave politike, sepse jemi të dëshmitar të historisë tonë. Pra një popull i tillë është i destinuar të dështojë në rrugën e zhvillimit dhe të ardhmërisë. E pra unë ju bëj thirrje të gjithëve, banorëve të Kuqit edhe të gjithë lumit të Vlorës. Ne nuk duhet të hamë gënjeshtra së mbyllur, por të ngrihemi të gjithë në këmbë për ta mbrojtur lumin tonë, të shqipërisë, bashkë me ne. Faleminderit. Miqtemi, kur kemi krijuar komisionin nismëtar në Betaj këto 2 vjet më parë, i bën thirrje Zotit deputet që të ishte pjesë e kësaj kauze. A dini cila ishte përgjigja? Unë nuk i ta do të para kryeministrit. Po si nuk dojnë një burë labria që dilte para një kryeministrit? Si e ka emrin deputeti o zotëri, Ju ku e kujtoj, emri? se në vitin 1987, në kurmin e diktaturës, një qytetar nga Bolena, i cili kishte bërë 25 vjet burg politik, i dërgojnë letër komisarisë. Jepu njerëzve marrin fshatarëve se i vdiqe me bukë. Si nuk del një burg nga brie, e t'i bëjë thirrje kryeministrit, dik dorë nga Fushitra. Ju faleminderit. Përshëndetje gjithëve, unë jam i Zi Savi, jam bir Bolena dhe kam detyrim një sot këtu. Problemi qëndron që ne jemi spektator. Pra, të gjitha vendimet merren në një grup njerëzish në Tiranë dhe ne thjesht jemi spektator. Ne kemi nevojë për një referendum. Referendum cili na jep ne të drejtën, si qytetar, si fshatar të zonës, që të kemi të drejtën të vendosim për krajinën, për zonën, për qytetin. Është jashtëzakonisht shumë e nevojshme të kemi referendumin, të kthejmë të drejtat e qytetarëve të vendosin vetë për të ardhmen e tyre. Pra, referendumi është një domosdoshmëri. Faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve dhe më bëhet qefi që shoh shumë njerëz, shoh dhe gra. Megjithatë, ne kemi 3 vjet që merremi me lumi Shushica. Do ta nis nga fjala e kryeministrit. Nuk dua t'i them kryeministri, po do t'ja them se me që është. Ai ka thënë që lumi është i të gjithëve, lumi është i shtetit. Po qysh që ka i shtetit? Një minutë, mos më ndërpret lutem. Shtetin e përbën një popull i tërë që është një shtet. Pa këtë popull, ai shtet nuk duhet të ekzistojë. Ai shtet i alabakëve, i korrupsionit, i hajdutëve. Këta duhet të kuptojnë Labëria,
se do ishte mbushur sheshi sot po t'ishin 37 fshatra këtu. Do ishte mbushur sheshi e ti thoshin dal, ne kemi folë gjithnjë, po këte e tutje, nuk do flasim më. Duhet të rrim aty në tëndë. Dhe ta dini që unë kam ardhë me kocka të thyera sot këtu. Për ju, ja, ta shikoni me brezjam. Ta dini mirë, se a i vullnecina që ju s'ja thoni emrin këtu, u ka ardhur kaq herë, i kam quar dosjen në zyrë dhe a i nuk e ka pranuar dosjen. Dhe nuk e ka ngrit në parlament. Kurse Bujar Leska, i deputeti i djath, po i krajinës së Lagërisë, e ka ngrit 3 herë, 4 herë dhe 5 herë. Dhe sot e kemi midis nesh me gjithë shoqërin tonë. Edhe i them një bravo të madhe që ka ngrit zërin e qytetarëve tanë, e fshatarëve tanë. Se një shtet e zgjedh populli për ta përkrahur, jo për ta bërë rëmujë, për ta vjedhur, e për t'i marrë dhe pikën e ujit. Jeta është duri në radhë parë. Po më more ujin, më ke marrë jetën. Se këtu humbet po u tha Shushica, nuk ka as flora as faun, harrojeni. Bitan vërtet kanë ikur, po në një të ardhme do të kthehen këtu. Ku do të ven? Të kodrat e bukura do të thahen, po u tha Lumi. Dhe unë nuk do ngrihem të flas me statistika, se këtu kemi inxhinier, kemi persona që i din shumë mirë dhe Sazan Guri ka ardhur nga Tirana për këtë arsye. Unë flas vetëm thjesht si qytetare që më vem kjo krahin, se është krahina e të parëve të mi. Ju falenderoj dhe ngriuni në këmbë dhe blini në tenda, në tenda. Përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit. Përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit, ju falenderoj shumë. Dashti gjërat duhet thënë ashtu si janë. Gjërat duhet thënë ashtu si janë. Duhet thënë konkretisht dhe dore majt ka veshin e djatë, jo dore djatë ka veshin e majt. Dashti more vlezër dhe motra të gjithë brezëri, ne shiko kemi rënë bela pa vrar njeri. Se po të vrash njeri e ti që jenë bela. Ne kemi rënë bela dhe kemi këtu e 2 vjetë. Pse kemi rënë bela? Shiko, ne na kanë përdosur votën të gjithë këta që të kë, shiko, që të administratori, e deri të kë, aj gorve që ka qënë e sot tavua, gorve dhe tavua, e të vullnecina, e të gjithë, na kanë përdosur votën, sepse sot ka dalë e kërkojnë vota. Kur ne kemi dhënë votën, dhe ky ujë, një pikë ujë, këta duhet na i marrën. Po qikosh të vetë qafën lartë, që u ka filluar 20 vjetë, qafën lartë ka filluar resortet, dhe resortet në Llogara, që unë kam bërë spori, më gjoni me kujdes. Ka bërë spori të pa fyë dhe ka pirë ujë me i pagure të shtrisë, përse sot a ka bërë gjysmë e Tiranës, dhe qëre ka bërë? Dhe ka bërë pikrisht për të marrë këtu. Pra da ju vlezër, s'ka njeri më të marrë se jam u dhe patriot. S'ka njeri të pyesi kush jam u. Duhet të ngritur, jo, duhet të ngritur dhe unë u kaftëm në çdo diskutim, më gjoni me kujdes. Te Edi Rama me emër, te Vullnecina me emër, te Gjorgo Koro me emër, te Vajdir Tava me emër, te Gamos Balini me emër, te Dhimo Kapua me emër, te të gjithë këta. Pra da shidër, unë kam mësuar 3 vjeqëre, 3 vjeqë kam mësuar not në këtë, në këtë lukë, në këtë pikë prua kam mësuar ashtu. Si do e marrë këj? Ta dire juve, se ata shiko, ata me gjithë më karë pushtetin, ka dhe lekët, por gjo, ata nuk e di për shumë që trupi njeriu përbëhet nga 70% ujë. Ata nuk e di që ujë ka qënë i pari planet, pasaj ka qënë dheu, pasaj ka lidur gjallësat dhe njeriu. Tashti, kjo pagurja këtu, më gjoni me kujdes, kjo pagurja këtu që ka dorë, ka këtë simbol. Ne nuk mund të bëhojmë pridit, eshtrat e gjysme të arës të gjysme. Me këtë pagure vete tjetëri, vete të Voreza dhe i qo pagure. Urdo, ajde tu. Ja urdo Voreza kjo, lartë qo. Në fali këtu më gjoni. Edhe voj një pagure ujë. Ska mund, që do e marrë ujë të ablej. Do i qoj pagure ujë ati, estrave të prindve të gjysme të arë. Pa ndaj gjo këtu. I lini partitë se partitë vene vinë. Dhe vetë kryeministri ka thënë para sa ditësh, qeverit vene vinë. Bani kujdes, se po morë këtë pikë ujë, breza që do vinë në tarme do kërkojnë ujë. Unë ka thënë gjithë deputetve, që ka pas zona, Anina Derës, Fatmi Toqi, Lapaj, me Salmanin, të vi këtu të në kauzën tonë të bashkohen. Po pse s'bashkohen, më gjoni me kujdes. Filloj resortet atje dhe mbarojnë në
atje, dhe bërën atje. Pra ndaj vëllezër gjo këtu, ne nuk kemi nevojë se do në japë një trust ime apo mirë, të ruajmë identitetin tonë dhe të parve tanë. Bëni kujdes, sepse ky lumë, do vjenet ky lumë e gjo, bas 200 vjetës se gjo nuk shuhet jerëzimi, jo. Sot iku, nëse do vi praf do banoj kjo zonë. Bëni kujdes sepse s'ka më të vajtë se unë. Pyesi për shëpje. E kupton apo jo? Qarë është kjo punë bërë burit jo? Qarë është kjo punë që po bëjnë këtu? Bërë pa që s'ka nërë në sjarojnë? Ka punuar këtu pra me evidentuar popa dhe lumit nos, 85, 86, 87. Se s'vi njëri këtu të mu. Dua kjo kërkuar me fatri këtu me mos, këtu balfaqim këtu. Pra ndaj bëni kujdes, u falenderoj, që herë tjetër t'jemi dhe më shumë. Faleminderit shumë, bëni kujdes. Ja, nuk e dua, ja këtu shishe nga lëktu, ja nuk e dua, ja, kjo është. Të nderuar të pranish, problemi ujtë të lumit të Vlorës nuk është vetëm problemi i Kuqit, po është problemi ekonomik i të gjithë lugimit së lumit të Vlorës. Unë sot po ju bëj thirrje, në qoftë se këtu ka ndonjë të pranishëm që është student apo pedagog, në rast se do të në marrin ujin e lumit të Vlorës, të vendos, të ngrejë atje ku ka mundësin ai, si do t'ja vënë asaj shkretëtirës së Llakatunit apo të Armenit emrin. Çfarë emri duhet i vënë? Si do t'ja ndrojnë pozitën gjeografike gjithë asaj lugime që vaditet me këtë lumë. Të nderuar të pranishëm, ne kemi 2 vjetë që protestojmë dhe do të protestojmë. Qofshin shumë apo pak, nuk dorëzohemi, derisa të na dorëzohet lumi që na ka dhënë natyra, na ka dhënë Zoti, nuk na i ka dhënë asnjë qeveri. Lumin e kanë mbrojtur që në periudha e Tanzimatit e kanë mbrojtur me gjak. Ne nuk kërkojmë gjak, ne kërkojmë ndërgjegje dhe ballavaqim për të padrejtën që i bëhet popullit të lugimit të Vlorës. Ju falenderit të gjithëve. Përshëndetje. Unë quhem Enrico Peçuli, me origjinë jam nga Ducati, jam rritur në Imar. Mendoj se këtu në Shqipëri këto vitet e fundit ka një keq konceptim të zhvillimit. Zhvillimi në gjithë historinë e njerëzimit ka ardhur aty ku ka pasur njerëz. Edhe unë mbaj mend Himarën dekadën e dytë demokracisë, ka pasur njerëz. Ka pasur njerëz, por nuk kishte mjaftueshëm ujë. Nuk kishte mjaftueshëm investime në bujqësi, nuk kishte mjaftueshëm investime në blegtori, nuk kishte mjaftueshëm investime në infrastrukturë. E mbaj mend edhe zonën e Kuqit, e mbaj mend edhe Dukatin. Nuk kishim tunel në atëherë kur në qytet vlonte qyteti nga njerëzit. Të shkosh në Himar Timrit sot, nuk gjën asgjë në mace jo me njerëz. Për kë duan t'i sjellin këto investime? Për kë është ky ujë? E kemi lexuar tekstualisht te ujësjellsi që duan të bëjnë trajgjas, që uji vjen për të mbushur pishinat e oligarkëve. Uji vjen për të mbushur pishinat edhe qejfet e oligarkëve. Tani, uji e dim të gjithë është drejt universale. Ata para se të vinë këtu, e të thonë që po bëjmë investime për zonën, duhet e para njërë të sjellin ujë në Kuq edhe në gjithë fshatrat përreth, duhet të ketë këtu ka zero investime në infrastrukturë për blegtori, ka zero subvencione për bujqis. Këto po presin që zona të zbrazet edhe të sjellin turistët këtu edhe të gjenë një zonë të vdekur. E kuptojmë, shumë e bukur është, po këtu ka nevojë për njerëz, ka nevojë për punë, ka nevojë që të kemi fëmijë për shkolla, që të rriten këtu, të marrin edhe ajrin, edhe ujin, edhe historinë e këtij vendi, edhe ta zhvillojnë këtë vend. Po këtu s'ka njerëz, ka vetëm një zonë të vdekur. Edhe qeveritarët tanë harrojnë se të vetmi të vdekur që kanë ardhur këtu janë ata që kanë ardhur për të plaçkitur. Edhe nuk e di, shpresoj që edhe këta të tjerë të kenë të njëjtin fat. E keni ju në dorë pastaj se si. Bravo! Të nderuar bashkëprotestues, si e shprehen edhe parapolësit, këtu protesta nuk ka nisur sot, nuk ka 2 ditë, po ka 2 vjet. Mos e humni kurajon edhe guximin tuaj, kur çështja është e drejtë. Këtu mund të jemi edhe 2 vet,
Kur çështja është e drejtë, atëherë ne duhet të qëndrojmë dhe të protestojmë për një të drejtë etike, siç është uji në këtë rast. Juve është e drejta juaj të vendosni dhe të zgjidhni në hipotezë të mos ta bëni politike, po kjo është çështje politike që ditën e parë. Ne mund të duam të kemi alergji nga politika dhe të mos merremi, po merret politika me ne. Tani, çështja juaj, çështja jonë është e drejtë. Unë kam lindur në Shërbaz. Ashtu si ju, ashtu si ne të gjithë, në mos kemi pirë ujin e Shushicës, kemi notuar, kemi larë, kemi ecur, kemi qëndruar, dhe ne e dim të gjithë se çfarë do me thënë për ne lumi i Shushicës. Prandaj, nëse nuk doni ta bëni politike që të vendosni, bëj ato ose bëj këtë, e keni të qartë dhe të drejtën tuaj që të vendosni se çfarë mos të bëni dhe çfarë mos të votoni. Ju faleminderit. Unë jam një banor i ekstremit të Shushicës, i Mesarakut të Armenit. Nëse doni ta dini, atje rrihen sot me lopata që në picare tutje, sepse nuk ka ujë. Nuk ka ujë për vaditje. Kështu që ky problem është vërtet i kuqit, joja, po dhe joni atë po. I është më shumë atje se në verë nuk kalon fare pikuj nga ura e peshkpis. Kështu që ne sot kemi ardhur këtu, jo si partijak, askush nga ne, leri një partit, i mbani aty në qepa tuaj ato testrat e partis, dhe votoni për atë që të mbushet mendja. Por këtu kemi ardhur për të mbrojtur Shushicën. Dhe i themi njëri tjetrit të gjithë, mos a lëm vetëm këtë çështje. Hajde të bashkohemi të gjithë, të bëhemi bashkë, që ta mbrojmë të kauzë, se është kauzë e drejtë, është jetike. Ju faleminderit. Të dashur pjesëmarrës. Këtu nuk veç e kanë se çfarë do bëjmë ne. Ne e dim të gjithë, e dim shumë mirë që këtu e ka vetëm deputeti i zonës të punë në dorë. Kurdo ai, ne s'kemi çfarë bëjmë, po s'kemi pse t'ja mbajmë të fshetë. Të themi të vërtetën, Vullnet Sina është një mash e Edi Ramës. Vullnet Sina, po të doj, nuk i kënujt këtea. Do ai Alabat, ai Kusar, që ne kemi votuar. Prandaj, kaq kam. Votojni prapë, po doni. Atë Alabat. Të dashur bashkëvojtës, jemi do me thënë 100% bashkëvojtësore, ma keq nuk do ketore. Kemi 3 vjetë ku qotë lumi Vlorës, që bile na vjen e rëndë, që mos bëjmë, sepse e kemi kështu, do më fali për shprehjen, do më fali shumë për shprehjen, u bari kam që dhe bari jam, po një fjallë e vjetër e popullit që një limë falë për shprehjen e ujku pirth, më falni për shprehjen ore. Ujku është Edi Rama, apo qeveria, pa problem ki popull që shinë me ta. është fatkesia me madhe në botore. Këto rrugë, këtë kanal që këtu, në e kalë qëtje, dhe në Kallrat e ka bërë Turkore, para 12-ës. Turku e ka bërë Turku pap kalat e Vranishtit. Vajtë përfajsia atje në Akuqe dhe në Vranishti. Në Stamol, edhe prapë dhanë disa hebe me Floride vë bë. Kjo është merore, po të merore. Më i poshtër, nuk do t'ja themin, se ki deputet i kësaj zone, s'ka sa dit. Vullnet Sina, edhe në fshat, mërë pare priti populli edhe u kam votuar për të. E priti populli me Buzagas, tani vjen në fshat edhe postova t'i ndizaj. E kanë në këmbim që ne që ajo, jemi në 100 fshatra, gjoja e kanë në këmbim, do të bëjmë qëdrën e fshatit, të në marruj por. Sa për neve kuqota, dilu mi vlorës, do ngelit ore. Po keqë do me thënë Kallrat e posë, nuk do ketë pikuj. Pa ne diçka do kemi prapë. Nuk e di ore këtu duhe bërë vetëm qadra të rrimë, atje shkojmë i neve. Shka tjetë, falimderit.